Nuk i shfrytëzon vendet, nuk i shfrytëzon sezonat që i ka gjatë jetës së kësaj bote, ai ka mundësi që del para Zotit duar that, edhe del pa namaz, edhe del pa agjerim, edhe del pa dhikr, pa e përmend Zotin, edhe del pa dua, pa istigfar, pa pendim, pa sadak, pa zekat, pa kërkim diturisë, pa respekt të prindve, pa respekt të vjetërve, pa mshirim të vegjëlve apo krijesave të tjera dhe shumë punë të tjera. Andaj duhet me pas parasysh të nderuar vëllezër se ka shumë mesazhe, ka shumë sinjale të qarta që na e bojnë të ditur neve se ato që e punojmë qoftë edhe sa thërmia do ta gjejmë atë. Por ata Allahu i madhruar thot femen ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Kush për jush punon qoftë edhe një të mirë sa thërmia, sa një xherre, do ta gjej atë, do ta shef tek Zoti i tij. Po dhe kush për jush punon ndonjë punë të keqe, qoftë edhe sa thërmia, sa një zerre, edhe ai do ta shef ato, do ta gjej tek Zoti. Dhe secili do t'i paraqiten veprat e tij, dhe secili do të din me i lexu veprat e tij, punët e tij, derisa do t'i lexon në detaje krejt çka ka bëu prej momentit kur ka hyrë në fazën e pjekurisë, prej momentit kur ka hyrë në fazën e pubertetit, e deri kur ja ka marrë Zoti shpirtin. Kur të kisha me përmbledh dhe një mesazh që ne ka dhënë prisi besimtarve Aliu radhiyallahu anhu. Ky ka qenë djali i Axhës pejgamberit alayhi salatu wassalam, ka qenë prej khalifeve, prej prisave të drejtë, të cilët i ka përmend pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka qenë prej atyre që i ka përgëzuar me xhenet pejgamberi alayhi salatu wassalam duke qenë jetën e kësaj bote. Pra ka qenë jetën e kësaj bote, duke jetu me pejgamberin alayhi salatu wassalam, me pejgamberi ka thonë Ali ti do të jesh në xhenet. Që ka thonë edhe nënt të tjerëve me emra, edhe që i dini shumica prej jush. Aliu radhiyallahu anhu thot 4 punë fshihen në 4 urtësitë Allahut Teala. Pra 4 punë i kanë 4 urtësi të fshehta. Dhe e para prej tyne, Allahu e ka fsheh kënaqësinë e tij në ibadetet, në adhurimet tona. Kështu që i bjen që mos e injora, mos e neglizho asnjë adhurim, asnjë ibadet, asnjë punë të mirë, qoftë edhe e vogël në synin tënd apo në synin e njerëzve. Pse? Sepse ka mundësi që aty është kënaqësia e Allahut edhe e kënaqti Allahun me çat punë. Na shtator rrugës në xhami e ke pa atje një gurin në rrugë edhe kerrës po më i kalojnë lirshëm e ke nal kerrën makinën e ke hiq gurin, na shtat aty e ke kënaqsh Allahun, më shumë se sa që po e kënaqet tash këtu. Mos e injora. Na shtat një plak apo një plak e ke pa rrugës se nuk po mundet me ecë, e ke marrë me kerr apo i ke ndihmu me hyp në autobus apo me zbrit pe autobusit apo diçka të ngjashme, na shtat aty ke arrit kënaqësinë e Allahut. Allahu e kalon më sheft kënaqësinë në ibadete, në adhurime. Andaj, ki kujdes se me do punë shumë të vogla që në synin tonë dhe në synin e njerëzve mënesh me kënaqë Allahun. Dhe mos neglizho, mos anashkalo, mos injoro asnjë punë të mirë, qoftë edhe një selam duke ia dhënë vëllezërve besimtar, qoftë edhe një buzëqeshje duke ia dhënë vëllezërve besimtar. E dyta, Allahu e ka fsheh hidhrimin. Allahu e ka fsheh hidhrimin në gjunahe. Andaj mos bëni gjunahe, se ka mundësi e bëni gjuna shumë të vogël e që aty Allahu i dhënohet. Ka mundësi pështy në rrugë, më falni në shpreje, t'la pej kerët, edhe këto e shohëm shpesh. Edhe e gërdit dikën, apo i gërdit kalimtar të rastit. E ke i dhënu Zotin, po kje punë e vogël e poruju, sepse Allahu e ka fsheh, e kalon hidhrimin e tina, e kalon të msheft në gjunahe. Ndoshta edhe një punë të vogël në synin tonë, në synin të njerëzve e ke bë, që nuk është do me thonë punë e madhe, nuk është diçka e keqe e madhe, po është e vogël, po i ke hidhrua, apo i ke zemërua, apo i ke mërzit dikon prej njerëzve. Atëherë çka ki kujdes se ka mundësi që ke i dhënu dhe Zotin. Bëua kia një shikim e lëshan haram, e ty doket pak, po të në dita dhe të natat shkon të nej që të menjet e harami, nashta që aty e ke hidhru Zotin. Nashta e ke përbuz një nevojtar, nashta e ke përbuz një jetim, nashta e ke përbuz e ke njeru një të smur,
Nashta e ke përbuz, e ke njeruar ndonjë që ka nevojë me ndihmue, edhe e ke nënçmuar çysh dimte na. Hajt marr Allah ile se veç me lypin i mësues po dini tjetër sen me kon që jetohet me të lypne edhe në kisha lypes kisha punuar. Kujt di do far që si sendesh. Ata që kanë nevojë duhet ju ndihmojmë, sidomos këtë kohë të ftohtë. Ka njerëzit nevojë për kulëm i kop, ka njerëzit nevojë për ngrohje, ka njerëzit nevojë për m'ia paguar rrymën, ka njerëzit nevojë për m'ia paguar nashta jargonin apo krevetin apo diçka ngjashme se në to ka njerëz që flajnë Kosovën tonë të dashur. Andaj prej punëve jo të mira, prej punët këqija mos injoro, mos nënvlerëso me thonë hajde se kjo vagël kjo punë. Nashta edhe një pllumë me mbyt apo një zog me myt e hidhron Zotin. Andaj pra nuk dihet ku është hidhrimi i Zotit, kështu që asnjë punë të keqe mos e bën hiç. Largo prej tyne, se ndoshta që aty është hidhrimi i Zotit edhe e hidhron Zotin. E treta, Allahu e ka fsheh përgjigjen ndat lutjet tona. Që do të thotë, ti lutë Zotin, se s'dihet kur të përgjigjet. Jo me thonë, hajtë se lutë në mas namazit, po lutë mërë edhe para namazit, hajtë se lutë në xhami, po lutë mërë edhe në punë ku jenë në institucion, lutë në gjuhën amtare, s'ka nevoj me marrë abdes, s'ka nevoj me qut durët, s'ka nevoj me kthy kibles. Munesh me u lutë, lutë Zotin, se nashta që aty në vend punës ta pranon, nashta jenë minier atje, në horizontin e 7-8, ku disa hin fell atje, minatorët tonë Allah i ruajt, që atje lutë Zotin, nashta jenë, na vjen atje, 10.000 metra mi tokë, lutë Zotin, nashta jenë anije, lutë Zotin, nashta je i smut, lutë Zotin. Pra Allah e ka fsheh përgjigjen ku në lutjet tona, e në cilin vend, Zoti e din, sidomos ep një hakun kohëve edhe veneve që janë më të preferuara se kohët edhe vene tjera. Dhe e katërta të nderuar vëllezër, e ka fsheh dashninë e tij ndaj të dashurve të tij, dhe ka mundësi që na e duam dikon prej robëve të Zotit, e Zoti e don ata, na don edhe neve Zoti. Ka mundësi runa Zot, e injorojmë dikon, apo e nënçmojmë dikon, apo çka tallemi me dikon, bojmë hajgare me dikon, e ai është Waliullah, është pe evlijave të Zotit, e Zoti e don ato, ti ke hidhur Zotit. Pra çka Allahu e ka fsheh dashnin për robrit e tij dhe na nuk e dim cilën e don Allahu. Andaj çka mos i nënçmoni njerëzit pse s'kan dije, pse s'kan shkollë. Mos i nënçmoni njerëzit pse s'kan pozitë autoritet. Mos i nënçmoni njerëzit pse s'kan pasuni. Mos i nënçmoni njerëzit për shkak të ngjyrës. Qysh është zakon këtu në popullin ton, si të ka ngjyrën tjetër, me njëherë diqysh si me koni kategorisë 3, 4, 5. Para Zotit s'ka lloj ngjyre që Allahu e preferon. Edhe me thonë Allahu ngjyrën e verdhë apo ngjyrën e kaltër e preferon. Njëjtë, si e kaltër, si e verdhë, si e zezë, si e bardhë, as ti dallim. Mos i nënçmoni njerëzit me i trajtuar si të grupit të 2, 3, 4 pse jetojnë në Azinë e Mesme edhe janë të varfër, apo pse jetojnë në Afrikën e Mesme apo diku tjetër. Jo, nuk ka dallime në gjuhë, në ngjyrë apo në vend, apo në pamje, apo në pozitë. S'dihet, ka mundësi njani prej tyne është i dashur i Allahut. Atë e don Allahut, ti e ke nënçmuar çka? E ke idhnu Allahun. Atë e ke neru, e ke dash ti, e ke dash të dashurin e Allahut. Se kish me on dikush pe ju pse a ka tash këtu në mesin ton të dashur, ka evlia, po ka. Ka edhe në popullin ton sigurisht, edhe pse nuk janë shumë, po në çdo popull ka deri në ditën e gjykimit. Inshallah Zoti na bën neve dhe juve me i pas parasysh këto 4 gjendje apo këto 4 punë ku fshehen 4 urtësitë e Allahut subhanahu wa taala.